Një iniciativë e re për forcimin e industrisë së mbrojtjes është në qendër të diskutimeve mes vendeve më të industrializuara të botës. Kanadaja po lobon tek partnerët e saj në G7 për krijimin e një banke të re ndërkombëtare, që synon të financojë veçanërisht kompanitë e vogla dhe të mesme të sektorit ushtarak. Ministrja e Jashtme kanadeze, Anita Anand, deklaroi se bisedimet për këtë bankë, e njohur si Banka për Mbrojtje, Siguri dhe Qëndrueshmëri, po zhvillohen aktualisht në Montreal, ku negociatorët po hartojnë statutin dhe strukturën drejtuese të saj. Sipas saj, kërkesa globale për pajisje ushtarake është rritur ndjeshëm, ndërsa shumë kompani të vogla nuk kanë akses në kapitalin e nevojshëm për të përmbushur këtë kërkesë. Kjo bank synon të krijojë një fond të përbashkët financimi për të mbështetur zhvillimin dhe zgjerimin e tyre. Anand theksoi se suksesi i kësaj nisme do të varet nga numri i vendeve që do të bashkohen, dhe Kanadaja po përpiqet të bindë sa më shumë partnerë në G7 që të marrin pjesë. Megjithatë, iniciativa përballet me konkurrencë nga projekte të tjera të ngjashme në Evropë, ndërsa disa vende, si Gjermania, kanë shprehur hezitim për krijimin e një strukture të re. Përtej kësaj, ministrja kanadeze u ndal edhe tek lufta në Ukrainë, duke theksuar se vendimet për territorin i takojnë vetëm Kievit. Ajo konfirmoi vazhdimin e mbështetjes financiare dhe ushtarake, si vendimin për sektorin energjetik, i cili është goditur rënd nga sulmet ruse. Deri tani, Kanadaja ka dhënë mbi 25 miliard dollar kanadez ndihmë për Ukrainën dhe po shqyrton mënyra të reja për të kontribuar, përfshirë furnizimin me gjenerator për dimrin e ardhshëm.